Dashur miq, ju përshëndes. Tani kemi një hapësirë së bashku për të komunikuar përmes Facebooku diçka që e kemi bërë vazhdimisht në të kaluarën. E bëjmë tani duke patur mundësinë jo vetëm të flasim për temat e ditës, por po kështu edhe për pyetje, shqetësime, çështje pa censur, se boll censur ka nga media tradicionale, pa censur të flasim për çështjet që ju shqetësojnë, për shpresat tuaja nga këto zgjedhje. Duhet ta nis me një konstatim të ditës sotme. Si çdo ditë kam takuar, kam ecur, kam takuar qytetarë, kam qenë në biznese, në sipërmarrje, kam qenë në dyqane në qendër të Tiranës, mu në zemrën e Tiranës, te zona e ish kinema 17 nëntorit që i thonë dikur, afër gjimnazit Sami Frashi, ku kam qenë edhe vetë në shkollë të mesme. Mund të thuhet që është një nga zonat më të mira të Tiranës dhe me të ardhurat për më të lartat në Tiranë dhe në Shqipëri. Pikëlluese të futesh në 2025 dhe njësoj si në 2005 dhe më parë të shohësh sërish listat në dyqanet e ushqimoreve. Listat e pensionistëve, po jo vetëm, që nuk paguajnë dot, por shënojnë emrin, marrin minimumin e asaj që ju duhet për të mbajtur frymën gjallë dhe nuk arrin dot të paguajnë ushqimin e tyre. Të dielën kam qenë në Selanik, u futa një ushqimore lagje, bëra krahasimin e çmimeve me ushqimore të lagjeve. Po një gjë mund të bësh edhe me supermarketet. Dhe shumica e mallrave të shportës janë 30, 50 deri 80% më të shtrenjta në Tiranë sesa në një vend antar të Bashkimit Evropian, mos e krahaso pastaj me Kosovën e Maqedoninë e Veriut. Këtu jemi, pas 12 vjet suksesesh imagjinare të Tiranës. Arsyeja është fare e thjeshtë. Jo se nuk ka para. Një qeveri që shpenzon 7.2 miliard euro të taksave tuaja, sa që shpenzoi qeveria e Tiranës vjet, nuk mund të ankohet që s'ka para. Çështja është ku shkojnë të para. Dhe ju e dini ku shkojnë të para. Nuk kanë shkuar për të rritur pensionet, nuk kanë shkuar për të ulur taksat, përkundërzi taksat janë rritur, as për të zbutur çmimet e energjisë, përkundërzi çmimi i energjisë është rritur. Nuk ka shkuar për mirëqenie, nuk ka shkuar për familjet në nevojë ekonomike, nuk ka shkuar për t'i mundësuar sa më shumë të rinjve një studim profesional, universitar dhe përgatitje për tregun e punës. Kanë shkuar për koncesione korruptive, kanë shkuar për incinerator, kanë shkuar për koncesionet e shëndetësisë. Dhe kështu është hapur një grob e madhe ku parat, në vend që t'jenë në xhepat tuaj, të dashur pensionist, janë në xhepat e shokëve të Ramës. Në vend që t'jenë në xhepat e sipërmarrjes përmes uljes taksave, janë në xhepat e shokëve të Ramës. Në vend që t'jenë të një shëndetësi që të ofrojë një shërbim sa më njerëzor dhe sa më cilësor, janë në xhepat e shokëve të Ramës. Po parat nuk mund t'jenë njëjtën kohë, edhe te shëndetësia, edhe te xhepat e shokëve të Ramës. Nuk mund t'jenë njëjtën kohë edhe ulje taksash, edhe te xhepat e shokëve të Ramës. Kjo është zgjedhja që do bëni me 11 maj. Dhe për këtë zgjedhje qëndrojmë ne me programin ton, Koalicioni Euroatlantik, i cili mundson me programin ton, me angazhimet tona, që parat të shkojnë në ekonominë tuaj, të shkojnë tek sipërmarrja shqiptare, të shkojnë te familja shqiptare, të shkojnë te pensionistët shqiptarë, të shkojnë te rinia shqiptare, që do jetë angazhimi më i madh që ne kemi me buxhetin e qeverisë së sashme, ku do të mundsojmë që 25.000 të rinj dhe të reja brenda 4 viteve të ardhshme të marrin arsimin profesional të nivelit më të lartë europian dhe euroatlantik, me trajnues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Britania e Madhe, nga Europa, dhe të futen në një treg dinamik pune që fillon rroga me 2.000 euro në muaj dhe vazhdon deri në 7-8.000 euro në muaj pa patur nevojë të largoheni nga vendi juaj, pikërisht në tregun që dikur i thonim tregu i të ardhmes, po është tregu i sotmes, tregun e teknologjisë informacionit, të inteligjencës artificiale, të inxhinierisë elektronike, të robotikës, ku kërkesat janë të jashtëzakonshme, si nga tregu evropian,
ashtu dhe nga i Amerikan, dhe ku mundësit janë të jashtëzakonshme që përmes arsimit dur të rinisë tonë të marrin pjesën që na takon në këtë epokë të re që po çel për gjithë botën. Ky është angazhimi ynë, sigurisht ka një faturë, që të marrësh profesionistët e dur, duhet patjetër të paguash një çmim që nuk është i vogël, është i kripur. Prandaj dhe ky investim tek rinia shqiptare për 4 vitet e ardhshme do të kushtojë afro 1 miliard euro, por ne do të mundsojmë që në aksin Tiranë-Durrës, në aksin Elbasan-Korçë, në Vlorë dhe në Shkodër, në 4 kampuse të mëdha, të investuara nga qeveria juaj me taksat tuaja, 25.000 të rinj dhe të reja brenda 4 viteve të ardhshme të marrin këto profesione dhe të bëhen pjesë e këtij tregu dinamik pune. Dhe kështu, para që sot zhduken në xhepat e shokëve të Edi Ramës, te 77-313, do të kthehen në xhepat tuaj, në mirëqenie për ju dhe në investim për një të ardhme të sigurt për fëmijët tuaj, për rininë e Shqipërisë. Po flas për një angazhim, sigurisht jam i hapur të flas për angazhime të tjera, ndaj mirëpres çdo lloj pyetje apo komenti që mund të keni mbi këtë çështje.